Po këtë për shfrytëzon me vendosje, për të sulmuar. Shfrytëzoj ajo. Ndonse si vendosje ka koalicione. Ata kanë shfrytëzuar gjëra. Vetëm një fakt, ka koalicione edhe në fushë Kosovë, vendosje PDK, në PDIF po ashtu. Prandaj është sharake sinqerisht. Dhe ne duhet të ruhemi mos të lëshohemi në nivelin e tyre. Prandaj nuk kam qef hiç këtë tema me ja u bë qefin aty me diskutu, sepse nuk është temë sot për Kosovën marrëveshja e Prishtinës lokale. Po shkëthyrë në temë qendrore, ju thuajse. lutem, I kemi zgjedhjet nacionale me pyetjen për zotin Kurti pse I shkaktove zgjedhjet nacionale, pse nuk ishte e denjë zonja Osmani me qenë presidente. Kaq përfundon. Dhe vetëm me këtë pyetje duhet dalim para qytetarëve. Qytetarët mos. Dhe zoti Kurti thotë që po shkojmë për fajin e opozitës në zgjedhje. Po le të thotaj, por faktet flasin kështu. Po s'kan folur as në 2025 në bllokadën e kuvendit. Ime prapë është drejt qytetarëve. Duhet të reflektoni pse zotni Kurti, përveç se nuk mund të funksionë me opozitën, me sindikatat, me mediat, me kryeministrin e Shqipërisë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me BE-n, me askënd, ma në fund, as me binomin që e kishte, që I fitoi edhe zgjedhjet e fundit, sepse mos harrojmë, në zgjedhjet e fundit që u majtën në dhjetor, ai thoshte që presidenti do të jetë zonja Osmani. Ai shkoi me këtë kartë dhe I mashtroi qytetarët. Por kur erdhi koha me kandidu, nuk e kandidoi. Fitoi edhe më shumë. 51%. Po pra, sepse ai mashtroi, tha, do ta bëjmë presidente edhe një mandat zonën Osmani. Por I mashtroi. Dhe ai duhet ju hap llogari qytetarëve pse I mashtroi. A është kjo formula juaj për ta mposhtur zotin Kurti, eventualisht me Vjosa Osmanin? Realisht kjo nuk është. Me këtë kartë një që kishte ai. Nuk është formulë, kjo është një pyetje e cilën është shumë esenciale. Jo, duke garuar për presidente. Kjo është. Pikërisht për presidenten, po them. Shumë esenciale për ta heq maskën e zotit Kurti. Kush është I mirë në këtë Kosovë dhe jashtë nga miqtë e Kosovës për zotin Kurti? Kush? Të ma gjej dikush një. Dhe pastaj qytetarët ta votojnë prapë. Prandaj po I thras me argumente qytetarët se zotni Kurti ka deviju tash me rrugën e një shteti demokratik dhe ju lutem qytetarëve të këtij vendi që kanë ditë gjithmonë me reflektu e me vendos ashtu si duhet, ta kthejnë Kosovën e binar, duke votuar e lidhën demokratikë Kosovës që në qoftë se VDK-ja del subjekti I parë politik, I garanton. Në qoftë se. Si ne të bindur. Se doja marrim një votat me zort njerëzve. Po si ne bindur përfitor. Po natyrisht ne mos me qenë bindur nuk dalim hiç, rrim shpejt. Po kjo në qoftë se rrim shpejt. Por them popullit, në qoftë se ne dalim subjekti I parë politik, ju garantojmë zgjidhje. Nuk do shkojmë më në zgjedhje. Këtë ju garantojmë. Nuk do shkojmë më në zgjedhje. Jo me 51% si zotni Kurti, po vetëm në 1% diferencë me cilin do subjekt politik, LDK do të bën zgjidhje. Sepse duhet, sepse ne nuk zhvulojmë ujin e nxehtë këtu në Kosovë për me bë zgjidhje problemeve caktuara e marrëveshje. Kem pas kriju për kohë ashtë shkurt provoja e parimet mira. Vendi nuk shkon zgjedhje pse unë personalisht nuk jam e kënaqur me sa lutë.